Atëherë, Shqipëria ka 4-5 vite që ka pak a shumë të njëjtin tendencë, të njëjtin trend, ku kemi një rritje nga 3 deri në 4% në vit, dhe kemi të njëjtat sëmundje dhe të njëjtat benefite, të gjitha gjërat që ecin. Problemet më kryesore kanë qenë tek bujqësia edhe për këtë vit, ku ky sektor vjon që të ketë një rënje të prodhimit, të produktivitetit, të njerëzve që merren dhe të sasisë në prodhimin e brendshëm bruto. Një problem të madh kemi patur në 2 vitet e fundit, edhe në këtë vit, përse përket aktivitetit industrial, sidomos për industritë e lehta dhe që merren me eksportin. Edhe ky element i cili varfëron alternativat ekonomike që Shqipëria ka. Natyrisht, përse përket atyre fushave që kanë ecur mirë, kemi në qendër elementin e shërbimeve, duke filluar nga turizmi, ku edhe këtë vit kemi patur një rritje të numrit të ujëve që kanë ardhur në Shqipëri dhe natyrisht nuk bëhet fjalë më për një rritje me 2 shifra siç ishte viti i kaluar, por gjithsesi është një rritje domethënëse e cila është midis 5 deri në 10%. Viti ende nuk ka përfunduar, por gjithsesi themi që kjo rritje po vjen.